Jemi kthyer në studio. Prej ditës së djeshme, Bashkia e Tiranës ka nisur një nismë të re ato të risjelljes së traditës së përdorimit të trastave për të bërë pazar, me qëllim sigurisht uljen e përdorimit të qeseve plastike, të cilat ne tashmë e dim shumë mirë se sa ndikim kanë ato në ndotjen e mjedisit. Por si ka filluar të aplikohet dhe çfarë po ndodh konkretisht dhe realisht në tregjet shqiptare dhe si po aplikohet dhe po gjen le të themi zbatim kjo nismë nisur në kryeqytet. Ne kemi përgatitur një material, një insert në cilin do të shohim hap pas hapi se si ndodh në fakt, çfarë ndodh sot në Tiranë, ku ti shkon për të bërë pazar, cilat janë mundësit për gjetur trasta, pse nuk duhet të blem sërish qese plastike, ti shmangim ato, aq më tepër që sot edhe kushtojnë për t'i blerë. Shohim materialin dhe kthehemi në studio. Pak javë më parë, Bashkia e Tiranës propozoi nismën më të re në mbrojtje të mjedisit që synon t'i nxjerrë jashtë loje qeset plastike, duke zëvendësuar ato me trasta. Mjafton një cop, një palë gërshër dhe një makinë qepse për të realizuar trastat e dikurshme, ku mund të vendosin produktet e blera. Ndër avantazhet kryesore të trastave është mundësia e ripërdorimit të vazhdueshëm, ndërsa qeset plastike dhe ato prej letre përdoren vetëm një herë. Në kuadër të kësaj nisme, prej ditës së djeshme, qeset plastike në supermarkete nuk do të jenë më falas, kostoja atyre do të jetë 3 lekë për një qese të vogël dhe 5 për ato më të mëdha. Qëllimi është që brenda muajit qershor, qeset plastike me pagesë të funksionojnë edhe në tregjet e fruta perimeve. Që një qese plastike tashmë do 400 ose 500 vjet që të dekompozohet. Për këtë arsye është një nga ndotësit më të mëdhenj të mjedisit, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Europë, por në të gjithë kontinentin. Tu shpërndar rreth 3000 çanta shumë përdorimshme, po edhe shoqata të tjera kanë bërë aktivitete të ndryshme ku në këtë periudhë kanë shpërndar trasta falas për t'i ardhur në ndihmë konsumatorit. Ndër avantazhet e trastës renditet çmimi i lirë, modeli unik dhe i papërsëritshëm, mënyrat e shumta për ta personalizuar dhe mbi të gjitha mbron mjedisin. Është shumë e thjeshtë për të bërë një trast në shtëpi, nuk do jetë perfekte nga mënyra e qepjes apo e modelit, por do të jetë një gjë shumë e mirë ekologjikisht. Duke se kjo nismë ka filluar të ndërgjegjësojë qytetarët, të cilët në blerjet e tyre po përdorin trastat si një traditë e hershme e shoqërisë shqiptare. Se kam përdor këtë çantë. Nuk më pëlqen, nuk është e shëndetshme për shëndetin. Ekonomike ajo dhe shumë higjienike po ta marrësh për ashtu, po për momentin s'më ndodhet. Meqense se ju nuk e keni, ne do t'ja adhurojmë një. Shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur. Aktualisht kjo nismë ka nisur në 4 supermarketet më të mëdha të kryeqytetit dhe degët e tyre. Brenda javës do të ketë marrëveshje edhe me 7 kompani të tjera, ndërsa në dyqanet brenda lagjeve dhe në tregje do të zbatohen në fillim të verës. Në të gjithë dyqanet tona, komunikimi ka filluar shumë herët për t'i bërë me dije klientët që në datën 3 prill qeset do shiteshin, ka patur disa pakënaqësi. Për të jetuar shëndetshëm, duhet të konsumojmë shëndetshëm dhe të mbrojmë ambientin. Kjo është një nisëm që është në të mirën e të gjithë qytetarëve të Tiranës. Kemi planuar qoftë edhe duke planuar kostot që kjo nisëm do të mbartë, sepse ka klientë të cilët shprehin edhe aktualisht pakënaqësira të vogla. Pasi mendojmë dhe gjykojmë që kemi përgjegjësinë që t'u lëmë fëmijëve tanë një të ardhme dhe një qytet më të pastër. Qëllimi, të paktën i yni, nuk është shitja e qeseve, por është mundësisht mosblerja fare e tyre dhe kalimit në një mënyrë më të gjelbër të bërit shpenzime dhe pazar. Rëndësia e heqjes nga përdorimi i qeseve plastike është nismë që jo vetëm ndihmon në minimizimin e ndotjes së mjedisit, por edhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ky ishte materiali. Ishte për trasta, dizenjo, si ti doni nga më të ndryshmet, kështu që mbetet vetëm për të zgjedhur. Një nismë e bukur në fakt, shumë higjienike me shumë të mira të tjera, kështu që secili sot duhet të ketë dhe të pajiset me trastën e vet për ta mbajtur gjithmonë, edhe për ta përdorur dhe ripërdorur vazhdimisht. Mirë, ne do të ndrojmë temë, do të kalojmë tani tek një tjetër temë, më saktë do të kemi një të ftuar pas pak në studion tonë, i cili do të na zhvendos në botën e modës, në botën e bukur të modës, por që ndryshe nga që jemi mësuar zakonisht kur flitet për modë, gjithmonë mendja shkon tek gjinja femërore, duke sikur ato janë më të pasionuara dhe më të
të tërhequrat nga kjo fush, ne sot do të kemi të ftuar një blogger mode. Ai është një djalë i fokusuar pikërisht në realizimin e kombinimeve nga më të ndryshmet me veshjet e tij. Është vërtet një guru i vogël, le të themi, i vetmi në llojin e vet, sepse është i vetmi blogger mashkull me çka kam parë të paktën unë deri tani, ndoshta do të ketë të tjerë, por ai është shumë interesant me kombinimet e veta që realizon. Duket që e ka kthyer në një pasion të vërtet, në një profesion, këtë pasion të fortë të tij. Do të mësojmë për të pak më tepër në momentin që do ta kemi në studion tonë, pasi të zhvillojmë edhe intervistën që kemi planifikuar. Ai është Stivers Mali, men fashion blogger. E presim në studio. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Bukur, elegant, interesant, si në Instagramin tënd. Sinqerisht, mua më ka tërhequr vëmendjen se për isha plan e pastër të kostumit tënd, regjia po e shfaqte në këto momente, më ka tërhequr profili yt në Instagram. E kam parë rastësisht edhe më bën përshtypje shumë kombinimet e tua. Gjithmonë kreativ, gjithmonë interesant, me detaje herë të vogla, herë kombinime të mëdha, por bukur. Çfarë të frymëzon? Nga të ka lindur ky pasion për modën? Kjo ka nisur që e vogël. Të themi të vërtetën, kur kam qenë i vogël, unë gjithmonë e kisha atë, edhe pse moshatarët e mi kishin atë siç kishim neve që në brezin ton vishim të njëjtat rrobe të gjithë, unë kisha atë që doja të isha ndryshe që atëherë. Dhe kjo duke kaluar koha, eci, evoloi edhe deri në sot që jam ky që jam. Sot ti ke krijuar edhe një faqe tënden? Po. Apo jo Steve Mali? Të thrasin shkurt Steve, domethënë. Steve, po. Steve, atëherë Steve, ulemi për të biseduar më gjatë në salonin ton. Atëherë, Steve, ti ke nisur që i vogël me pasionin për modën, por tek ne nuk është se ka një mundësi që ti të shkollohesh në Shqipëri apo jo për modën, sepse po të kishte me siguri një shkollë mode do ta kishe ndjekur, me siguri. Ka vetëm në Universitetin e Arteve është një dek tekstil mod, por nuk është se është specifikuar për blogerët ose për fashionistat. Ajo më shumë shpjegon atë pjesën se si të qepin, si të krijojnë gjëra, më shumë nga ana artistike. Kështu që ti ke studiuar për çfarë? Unë kam studiuar në Universitetin e Arteve për grafik design. Graphic design. Në më thëmë bachelor dhe master, kam mbaruar këtë vit. Mendoj që të kanë ndihmuar shkolla pastaj për të përmirësuar ndoshta stilin tënd në të veshur edhe në ideimin e kombinimeve të ndryshme, apo e kundërta? Ka qenë ky pasion, kjo shije jotja shumë e holl që të kanë ndihmuar për të përfunduar studimet mirë. Pasioni, siç thash, ka qenë që i vogël. Shkolla sigurisht më kanë ndihmuar, ato sa më shumë kalonin brezat dhe stadet nga liceu në universitet, nga universitet në master, ato më shumë perfeksionoheshin, derisa në nëntor të 2015-s, domethënë që mora atë iniciativin që të hapja blogun, e ndjeja veten mirë, domethënë që mund të kalonte në një stad tjetër. Mirë, përpara se të bëjmë pyetje të tjera, ne do të sjellim materialin që kemi përgatitur për ty edhe për të njohur më mirë Steve Mali në fakt. Është një insert i përgatitur, do ta shohim Steven në një ditë të vet të zakonshme, ku ai punon sigurisht edhe për blogun, ku viziton vende, realizon foto e të tjera. Shohim materialin. Në vendin ton është pak sa e rrallë që meshkujt të japin këshilla për veshje nëpërmjet një faqe blogu. Më së shumti janë vajzat ato që i përdorin për të na treguar një stil ndryshe në të veshur. Stivers Mali është i pari mashkull shqiptar si fashion blogger me një faqe të mirëfillt në internet në të cilën poston sugjerime për veshje me një stil personal dhe të veçantë. Unë jam Stivers Mali, fashion blogger që prej nëntorit të 2015-s dhe që postoj pothuajse për ditë në blogun tim, ishte si një dëshire imja dhe mbështetje nga të gjitha ata ndjekësit e mi të rrjetit shoqëror të ngushtë që më pas erdhi duke u zgjeruar. Tashmë për Stiversin ky pasion për të veshur dhe kombinuar bukur është kthyer në një punë të mirëfillt. Ajo që bie në sy në postimet e Stiversit në blog janë vendet që ai përzgjedh për të shkrepur foton e radhës. Kjo është një rutinë e përditshme e imja që unë krijoj veshje në mëngjes, dalë kërkoj për vende të ndryshme që të përshtaten me kombinimin tim të veshjes, që më pas ta postoj në blogun tim, ku aty kam ndjekësit e mi, të cilët janë goxha të interesuar për të parë atë çfarë i përshtatet atyre për gjën që duan gjatë ditës ose vendeve të ndryshme. Aksesorët janë gjithashtu një element i rëndësishëm që plotëson stilin e tij.
Me dëshirën për të kombinuar stilin e tij personal dhe me tendencat e kohës, për Stiver Smalin tashmë moda është kthyer në një profesion, një qëllim për t'i dhënë veshjeve të meshkujve në Shqipëri një alternativë për të dukur ndryshe. Ky ishte materiali. Ti kështu punon për të realizuar një foto, le themi, për cilë një sugjerim, një set fotosh, për cilë një sugjerim, apo jo, një kombinim, sepse gjithmonë aty fokusohet, ti nuk është se kryon veshje vetë, ti fokusohesh tek kombinimet e ndryshme, veshjet, aksesorët, gjithçka, ngjyrat, modelet, edhe aty është krijimtaria e fshirët me çka parun, sepse janë të gjitha fotot shumë interesante. Si punon ti për blogun tonë, domethënë sa foto poston në ditë, edhe sa shpesh i realizon këto sete? Më përpara postohesh çdo ditë, pa përjashtim. Për sa i përket fotove, varjojnë sipas stinës. Kur kemi stinën e dimri për shembull, që veshja është akoma më ngarkuar, që kemi kostumin, kemi disa shtresa, kemi palltot, kemi xhupat, shalli, aksesorët vinë duke u shtuar. Fotot varjojnë nga 10, 15, 20, mund të arrijë dhe kulmin ke 25, kur sa më ngarkuar të jetë. Kurse kur kalojmë në stinën pranverë, që veshja fillon duke u zbehur, duke u minimalizuar, ajo mund të kaloj çështja e fotos nga 5 në 10, maksimumi 15, sepse aksesorët vazhdojnë pastaj. Po, është kushtueshëm kam përshtypjen unë që të realizosh foto, sepse çdo foto të paktën nuk e di sa shpesh del me të njëjtën veshje, po ideja është që të sjellësh kombinime të ndryshme. Si ja del? Për momentin po ja dal. Ideja është që të gjitha veshjet që keni parë janë të mia, nuk është se, domethënë, i marr nga diku. Por mund të bashkëpunosh me dyqanet në një të ardhme? Në një të ardhme, po, e presim. Ideja është që me një veshje, me një robe, për shembull, me një xhaketë, mund të bëhen disa kombinime, varet se sa e larmishme është veshja, për shembull, xhaketa, pantalloni, kostumi, që mund të vi, domethënë, kombinimi që mund të ngarkohet ose në raste të caktuara mund, për shembull, të jetë vetëm për një kombinim, mund të jetë shumë strikt. Po. Si do të përkufizoje ti stilin tënd? Ne ndërkohë jemi duke parë fotot të tua gjatë gjithë kohës. Unë stilin tim, siç kam thënë, përkufizoj klasik dhe të përditshëm. Është një stil paksa i veçantë që moshatarët e mi nuk është se e duan shumë, sepse është një stil që preferohet më shumë nga mosha 30 dhe lart. Moshatarët kanë lidhje domethënë me gjëra më rastësore, më casual. Po. Dhe sa kohë të duhet ty për të përgatitur një veshje? Domethënë për ta konceptuar kombinimin? Nuk është se më merr shumë kohë ajo, sepse ideja është unë mjafton të ngrihem në mëngjes, varet nga vendi ku të shkoj, nga gjëja që kam për të bërë atë ditë, nëse janë disa çështje njëkohësisht, nëse kam vetëm gjë, nëse kam kohën e lirë, nis nga një gjë, gjithmonë këtë kam. Më fokusohem për shembull dua të vesh një palë kpucë, dhe nis nga ajo që e ngrej atë kombinimin. Këto kpucë shkojnë me këtë xhaketë. Pastaj them jo, dua të vesh këtë aksesor që nuk më shkon me këto pantallonat. Dhe kështu nis ajo që sot për shembull, na e komento pak veshjen tënde sot. Atëherë ke këto kostume kuadrata, janë në mod kuadratat apo për ty s'ka rëndësi moda ti thjesht krijon duke kombinuar gjërat që ty të tërheqin, janë atraktive për ty? Ky kostumin kuadratat në fakt janë në mod akoma, ky lloj paterni më saktë. Ky si kostum është i koleksionit të vjesht dimër të 2016-17-s. Kjo është, si thua, nuk të lë shumë hapësira për ta kombinuar, quhet studio suit. Si ta shpjegoj, studio suit që përdoret për studio sud. Suit. Suit, kostum. Suit. Që përdoret për shembull kur shkojnë në punë, që të jesh sa më i rahatshëm sepse është dhe materiali dhe format e gjitha, dhe zakonisht i përdorin me pulovra me jak golf. Këtë lloj kostumi. Unë sot e solla në një mënyrë ndryshe, pasi e kam postuar disa herë tek blogu me këtë kravatën e holl. Janë në mod kravatat e holla? Nuk mund të them që janë në mod. Ideja e kravatës holl tek unë është sepse është ajo përshtatja e trupit me kravatën. Unë jam një trup i gjatë dhe i holl, si thua, dhe nuk mund të më shkonte shumë. Nuk them që nuk më shkon, po më shkon më shumë këto perjet slim, siç mund të jenë për shembull trupa të mëdhenj që nuk mund të shkojnë një kollare si kjo. E qartë. Ja, me këtë rast e dam edhe një këshill shumë e vlefshme me siguri për djemtë dhe për burrat. Aksesorët, shikoj, ke një karficë në formë syzeje në kravat? Po, kjo në fakt është një turat. Ishte diçka që mua më bëri përshtypje dhe mendova ta vishja sot për herë të parë këtu. E bukur. Shumë e bukur, dhe ndërkohë unazat? Dhe unazat janë një pjesë e pandashme e përditshmërisë time. Mban gjithmonë unaza. Po pse kafkën në këtë rast, të zgjodhe kafkën me këtë veshje? Kjo është një lloj unaze që është aq sa minimaliste, aq edhe e ndërlikuar. Si thua, dhe më pëlqen shumë, është vetëm një unazë që më shkon me çfarë lloj veshje. Po. Si e kupton ti kur ka arritur masa, domethënë në vendosjen e aksesorëve në veshjen tënde?
Më duket se është një shprehje Coco Chaneli të paktën që thoshte nëse ndjen që ke diçka tepër, hiq atë që ke vënë të fundit. Për ty si funksionon? Edhe për mua më bie ndonjëherë në këto pikpyetje. Ideja është që unë e kam pak a shumë e krijoj direkt atë çështjen kur do vishet kombinimi, që ky kombinim do edhe këto aksesorë. Pastaj plus minus ato i dhe nuk më shkon, i heq ose e shtoj ose e ndëroj në moment të fundit. Po që pak a shumë është. Të ndjekin më shumë vajza apo djem në blogun tënd, në blogun edhe në faqen tënde të Instagramit? Është e çuditshme në fakt sepse ata që më ndjekin më shumë janë vajza. Edhe vajza që duan sugjerime për të afërmit e tyre meshkuj. Konkretisht që më çojnë dhe mesazhe kur kërkojnë për shembull këshilla ose që më pyesin ku e ke marrë këtë aksesor sepse dua t'ia marr babait, vllait, partnerit, ose kemi një event kështu por ai i fejuar im është paksa. S'di të vishet fare? Nuk e thon nuk di të vishet fare, nuk janë deri aty, po thjesht që ka këtë kostumin dhe çfarë mund ti sugjerosh që t'ja blejmë tani në minutën e fundit që të jetë i kompletuar. Edhe ti jep këshilla, me siguri. Po, si mendon ti djemt shqiptar, kanë stil në të veshur? Ka filluar. Ku janë, në nivel janë? Kohët e fundit janë mirë, janë goxha mirë, sepse tendencat nuk është se mungon, si të thuash diçka ose në një vend i caktuar për të bler rroba, mjafton dëshira dhe çdo gjë. Po. Ke blogger të tjerë të njohur të cilët ti ndjek edhe i ke si model? Ka blogger të tjerë, unë si thua si idhull kam atë designerin Tom Ford, edhe modelin David Gandy, që i kam domethënë si ikona që i ndjek vazhdimisht, që frymëzohen në stilin e tyre. Po ty vetë çfarë të frymëzon përveç këtyre dy personave? Mua më frymëzon ajo që të bëj diçka ndryshe, siç thash unë këtë pasion e kam pasur që i vogël. Edhe atëherë kur kjo gjë nuk njiheshte fare, mua më pëlqente dhe me kalimin e kohës ajo ecë, jam i kënaqur domethënë deri më sot me atë që kam arritur. Theje pak më parë që deri tani ke mbuluar me shpenzimet e tua, të gjitha, apo jo, gjithçka veshjet janë të tuat, por nuk mund vazhdohet besoj unë kështu pafundësisht apo jo. Domethënë, kjo është puna jote që ti bën aktualisht apo punon edhe si designer? Unë punoj edhe si designer me projekte të jashtme. Është unë më shumë e konsideroj si pasion këtë, se sa si një punë. Është profesion, në kohët e fundit është kthyer në profesion, por që unë e kam quajtur të vazhdoj ta quaj një pasion. Po do doje që të të kthej edhe ty në një profesion të mirëfill? Sigurisht që do. Për të cilit të përfitojë të ardhura? Po, patjetër, sigurisht. Që ti dedikohesh me kohë të plot apo jo? Po, patjetër. Se me siguri për momentin tani parat që i merr si designer shpenzon në veshje për blogun. Po pse jo në një të ardhme ti mund bësh bashkëpunime me butikët e ndryshëm, me dyqanet e aksesorëve, edhe për të reklamuar atyre produktet dhe artikujt, po nga ana tjetër edhe për të realizuar veshje dhe kombinime të bukura. Pse jo? Unë dua që ta kujtojmë edhe një herë faqen tënde të Instagramit. Steve Mali? Steve Mali bashkë, është e thjeshtë. Steve Mali në Instagram, po kështu ti ke hapur edhe faqen tënde, blogun tënd, më saktë? Që është webi, po. Që postohen të gjitha. Dhe çfarë poston aty vazhdimisht? Aty postohen të detajuara veshjet. Në Instagram për shembull thjesht hidhet materiali që e sugjeron postimin e sotëm ose që e lajmëron, më saktë, sepse njerëzit nuk është se të gjithë shkojnë direkt ke webi, nuk kemi atë akoma. Dhe kështu që detyrimisht na ndihmojnë këto rrjetet sociale, ku neve tregojmë që është bërë një postim i ri. Nëse në Instagram postohet 1-2 foto, në blog siç thash janë minimumi 10-20 foto që janë të detajuara plus një tekst përfshirës në lidhje me veshjen e ditës ose. Mirë, cilat do të ishin 3 këshillat, në mënyrë të përmbledhur që ditë do të përzgjidhje tani për t'i dhënë teleshikuesve ndoshta meshkuj, po edhe vajzave për dëgjuar për partnerët e tyre, këshilla në veshje që duhet të kemë parasysh. Ndoshta ato 3 gabimet që i bën më shpesh edhe ti doja vije në duke për t'i korrigjuar. 3 këshillat e para edhe më e rëndësishme është që të jenë gjithmonë vetvetja, sepse nëse një djalë për shembull ka si stil. Okej, atëherë 4 këshilla. 4 këshilla. Sepse nëse një djalë ka si stil casual dhe ai ka një event serioz, ai nuk ndihet rehat me kostumin. Unë e kam provuar edhe tek shoqëria ime, domethënë, ata gjithmonë unë dua t'i shtyjë gjithashtu, jo thotë ai nuk ndihem rehat. Dhe tani ka dalur kjo që mund t'i ndihmojmë që një kostum mund ta veshim dhe me atlete, që e kthejmë si thua në 2 forma. Ka të këshilla, që iku kjo, të jesh vetvetja, okay. Të jesh vetvetja, të jenë minimalist, siç është ajo shpreha less is more, më pak është më shumë. Këshill tjetër është që aksesor asnjëherë të mos harrojnë të vënë. Sado minimal që të jenë, unë e kam thënë më parë një orë gjithmonë është e duhur. Po tjetër aksesor tjetër për meshkujt? Pastaj është në varësi të personit. Unë për shembull siç thash kam orën dhe unazat që i kam të pandashme. Ka persona që janë të dhënë pas bërzulykëve, pas varseve që nuk i duan unazat, është në varësi të personit. E qartë. Edhe këshilla e fundit? Për momentin kaq.
kaq për momentin, po me siguri shumë të tepër flasin fotot edhe imazhet që ti realizon në faqen tënde të Instagramit, me siguri do të rriten shumë djegësit e tu pas tashmë lançimit tënd edhe këtu në televizion. Nuk e di është ke dalë herë tjetër në ekranin e televizorit, ndoshta është ke dalë herë tjetër, okej, mirë. Gjithsesi unë besoj që ne patëm një intervistë, pak mund të të kem parë, të paktën unë s'kisha ndjekur herë tjetër, kështu që jam e kënaqur që të pata sot këtu edhe dëgjuam për blogun tënd edhe për këtë pasion tëndin. Të falenderoj që ishe dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Ne kemi publicitet akoma sërish pas pak.